Na kanë dhënë shumë trajnime dhe FSK-ja, qytetarët cilët e humbin një person, shpresat gjithmonë të najka. O ju lutëm, thot veç një thut tina, thot gjemnani, edhe policia janë prezent, edhe FSK-ja janë prezent, edhe gjithë janë prezent. Thot FSK-ja kanë ekspert jashtëzakonshëm për kërkim shpëtim. Po. Bilez edhe na kanë dhënë shumë trajnime dhe FSK-ja, si shoqat, edhe na kanë mbështet, qysh në fillim që besa, na kanë huazu pajisje për trajnime, edhe i kemi kthy mbrapa, thot na kanë mbështet jashtëzakonisht mirë. Thot FSK-ja ka një periudhë prej 8 deri në 4, e kanë çat periudhën që janë orarin e caktuar, kurse na nuk kemi. Thot ne nuk i humbim asnjëherë shpresat, po edhe nuk i nalim asnjëherë kërkimet. Vetëm në gjendjen kur është në gjendje e jashtëzakonshme diçka. Kështu që prap qytetarët cilët e humbin një person, shpresat gjithmonë të najka. Deri në fund. Do thotë ka pas raste kur realisht e kemi supozu që është i vdekun edhe jemi dërzu, domethënë se mas 72 orëve, për shembull në ftoft, në ujra nëse është mbyt, mas 72 orëve më humb ajo shpresa që është gjallë. Edhe na ndodh për shembull më zgjat 2-3 ditë, 4 ditë. Po në 5 ditë thot më ka ndodhur mua dhe na ka ndodhur shpesh herë. Vjen babaja apo kushdo që e ka humb, që është i gjallë aty, që është prezent thot. O ju lutëm, thot veç një thut tina, thot gjemnani, që të vorrosi edhe t'ja di vorrin ku më shku me bo lutje për ta.